Dashuria që nuk duhej të ndodhte në qytetin e vogël bregdetar të Honfleurit, ku deti përplaset but mbi kaldrëmet e vjetër dhe aromat e kripës përzihen me ato të trojsandëve të sapopjekur. Jetonte Lise Moreau, një grua 60 vjeçare me flokë të argjend dhe sy të kaltër të qetë, që ruanin ende hijeshin e dikurshme. Ajo kishte kaluar një jetë të gjatë, të rregullt, por të zbrazët. I shoqi i saj, Jean Pierre, kishte ndëruar jetë 5 vjet më parë, duke I lënë pas një shtëpi të madhe, një djalë që jetonte në Paris dhe një ndjenjë të pafund me vetmije që ajo mundohej ta mbulonte pas elegancës dhe buzëqeshjes. Jetën e saj e mbushnin mëngjeset e qeta me kafe në verandë, librat e vjetër që I lexonte për herë të dytë, dhe kujdesi për nipin e saj, Luc, një djalë 23 vjeçar I dashur, por ende në kërkim të vetes. Luc e vizitonte shpesh gjatë fundjavave, bashkë me shokët e tij nga universiteti. Njëri prej tyre ishte Antoine Lefre, 25 vjeç, me trup sportiv, flokë të errët dhe një mënyrë të sjelluri që e bënte çdo bisedë me të dukej sikur zgjaste vetëm pak sekonda. Herën e parë që Lise e pa, ai ishte duke qeshur në oborrin e saj, duke luajtur me qenin e Lucu. Kishte një dritë rinore, një liri në sjellje që ajo se kishte parë prej dekadash. I kujtoi veten në rini, kur ajo vetë ishte një vajzë që kërkonte të ndjente diçka të vërtetë, përpara se jeta t'i impononte rolin e gruas së përsosur dhe nënës shembullore. Në fillim, ajo nuk I kushtoi shumë rëndësi. Një djalë I mirë, mendoi, si gjithë të tjerët. Por më pas, çdo fundjavë që kalonte, e gjente veten duke pritur me padurim zhurmën e makinës së tyre që hynte në obor. Filloi të gatuante më shumë, të vishte fustane që si kishte veshur prej vitesh, të kujdesej për flokët, për aromën. Dhe pa kuptuar pse çdo detaj I vogël I atij djali filloi t'i mbete në mendje. Mënyra si përkulte kokën kur qeshte, si e mbante filxhanin e kafes, si e dëgjonte pa e ndërprer. Një pasditë vere, ndërsa djemt kishin shkuar në plazh, Antoine u kthye më herët në shtëpi. Kishte harruar celularin. Lise ishte në kopsht, duke u itur trëndafilat. Ai ju afrua me buzëqeshje. Madame Moreau, ju keni kopshtin më të bukur që kam parë ndonjëherë. Ajo u skuq pak. Oh, janë thjesht lule, Antoine. Kam më shumë kohë të lirë se sa duhet. Jo, janë më shumë se kaq, tha ai, janë si ju të kultivuara me kujdes. Ajo ndjeu diçka që se kishte ndjer prej vitesh. Zemra I rahu fort, u mundua të ndryshonte temë, por sytë e tij e mbajtën pezull. Ishte një shikim pa qëllim të keq, por plot ndjesi. Një shikim që I kujtoi se ajo ende mund të ndihej gjallë. Në mbrëmje, kur të gjithë ishin ulur për darkë, Antoine nisi të tregonte histori nga Parisi. Mënyrën si ndjente mungesën e gjërave të thjeshta, si aroma e detit apo heshtja e një nate pa drita. Lise e dëgjonte e magjepsur. Dhe në fund, kur gotat u boshatisën, ai e falenderoi për mikpritjen dhe I tha: Ju jeni më re se sa mendoni. Fjalët I mbetën në kokë gjithë natën. Kur u ngrit në mëngjes, ajo e gjeti veten duke buzëqeshur para pasqyrës. Ishte një ndjesë faje ëmbël, një mëka që ende se kishte bërë, por që I jepte shpresë. Pas disa javësh, djemt u kthyen sërish për fundjavë. Antoine solli një shishe vere franceze dhe I tha: Këtë herë, dua ta pim vetëm ne të dy, në kujtim të trëndafilave tuaj. Luc nuk e vuri re asgjë. Për të, Antoine ishte thjesht një mik, por për Lisen ai tashmë ishte kthyer në një rrezik të bukur që e mbante gjallë. Ata nisën të flisnin më shpesh, fillimisht për art, për muzikë, për jetën. Antoine I tregonte për ëndrat e tij. Donte të bëhej fotograf, të kapte bukuritë që të tjerët nuk I shohin. Ai I tha një herë: Edhe ju jeni një prej atyre bukurive të fshehura, Lise. Vetëm që askush nuk ju ka parë siç duhet. Në atë moment, ajo e kuptoi që kishte kaluar kufirin e ndjenjave të lejuara. Ai ishte 35 vjet më I ri, miku I nipit të saj. Por ajo s'mund ta mohonte, diçka në brendin e saj kishte marrë jetë sërish. Ishte si një ndriçim në fund të një tuneli të gjatë vetmije. Në fillim përpiqej të mbante distancë. Filloi të dalë më rrallë në verandë, t'i shmangej takimeve të gjata, t'i fliste shkurt. Por Antoine nuk u dorëzua. Një mbrëmje kur djemt ishin në qytet, ai trokiti në derë dhe I solli një dhuratë. Një fotografi të saj që e kishte bërë pa dijenin e saj, teksa ajo po lexonte në verandë. Ishte një foto e ndjeshme, e ngrohtë, ku rrezet e diellit ndriçonin flokët e saj gri. Kjo është bukuria që thash, I tha ai. Asnjë grua nuk e humb. Në atë çast ajo ndjeu një përzierje emocionesh, frikë, faj, por edhe një val të fortë dëshire që se kishte provuar prej kohësh. Antoine, kjo është e gabuar, I tha me zë të ulët. Ndoshta, tha ai, por gjithçka që ndjej është e vërtetë. Në heshtje, ai u afrua dhe I mori dorën. Nuk pati puthje atë natë,
por ndjesia ishte më e thellë se çdo gjest tjetër. Ishte si një betim i padukshëm mes tyre. Ditët që pasuan u mbushën me tension. Kur Luc vinte për fundjavë, Lise mundohej të sillej normalisht, por sytë e saj e tradhtonin. Antoine e ndjente, por ishte i kujdesshëm. E kërkonte me vështrime, me fjalë të nënkuptuara. Një ditë, pas një debati të vogël mes Lucut dhe Antoineit për diçka pa rëndësi, Lise u gjeti vetëm me Antoine në kopsh. Ai ishte i mërzitur, i ndezur. Nuk e kuptoj pse ndjehem kështu, Lise. Çdo herë që vi këtu, nuk është për Lucun. Është për ju. Mos thuaj ashtu, e them sepse është e vërtet. Pastaj ndodhi ajo që ajo kishte frikëruar më shumë. Ai e puthi. Një puthje e qetë, e ndrojtur, por që tronditi çdo pjesë të trupit të saj. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Lise nuk ndjeu moshën, nuk ndjeu fajin, ndjeu vetëm jetë. Pas atij momenti gjithçka ndryshoi. Ata filluan të takoheshin fshehu razi. Antoine vinte në shtëpi gjatë javës, kur Luc nuk ishte aty. Ajo i përgatiste darka, ai sillte verë dhe netët e tyre u mbushën me biseda, muzikë dhe një dashuri që s'mund të dilte në dritë. Por një ditë gjithçka u shem. Një foto e tyre, e bërë rastësisht nga një fqinje që i kishte parë në plazh, filloi të qarkullonte në Facebookun e qytetit. Një grua 60 vjeçare me një djalë 25 vjeçar. Komentet ishin të pamëshirshme. Tur për të. Nëna e nipit të tij. Ajo s'ka më dinjitet. Brenda pak ditësh, e gjithë lagja fliste për të. Luc, i tronditur, e përballi. Teta Lise, të lutem thuaj që s'është e vërtet. Ajo nuk foli. Heshtja e saj mjaftoi, ai i kupa e përshëndetur. Dhe Antoine, për herë të parë, e pa me sytë e lagur. E dija që do të vinte kjo ditë. E dija edhe unë, tha ajo, por gjithsesi nuk do ta ndëroja asnjë natë me ty. Qyteti i vogël Honfleur nuk ishte më i njëjti për Lisen. Në rrugët ku dikur shëtiste çdo mëngjes me qenin e saj, tani ndjente sytë që e shponin. Fjalët që dikur i përshëndesnin me bonjour Madame Moreau, tani zëvendësoheshin me heshtje. Gratë në furrë ndalonin bisedën kur ajo hynte. Burrat ulnin syt, por fytyrat e tyre ishin të mbushura me përbuzje të fshehtë. Nuk ishte më thjesht një histori dashurie. Ishte një skandal. Një grua 60 vjeçare që kishte dashuruar mikun e nipit të saj. Për botën e vogël franceze ku jetonte, kjo ishte më keq se çdo mëkat. Ishte një tradhti ndaj normave, ndaj moshës, ndaj etikës. Në mbrëmjen e asaj dite, Lise mbylli perdet dhe uli dritat. Antoine e kishte telefonuar disa herë, por ajo nuk ja kishte hapur. Në fund ai u shfaq në derë, si gjithmonë, me atë qetësinë e tij të çuditshme. Pse po fshihesh, e pyeti. Sepse s'dua që të vuash për shkakun tim. Unë s'po vuaj. Ata flasin, por asnjëri nuk e di çfarë kemi ne. Ai e mori dorën dhe e preku but, por ajo u tërhoq. Ata nuk kanë nevojë ta dinë, tha me zë të dridhur. Sepse ajo që kemi ne s'mund të ekzistojë në botën e tyre. Antoine u ngrit, eci drejt dritares dhe i foli pa u kthyer. Nëse dashuria jonë s'mund të ekzistojë në botën e tyre, ndoshta ne duhet të ndërtojmë tonën. Por ajo nuk e pa të mundur. Ajo e dinte se çfarë humbiste çdo ditë që kalonte, respektin, emrin, qetësinë, dhe mbi të gjitha dashurinë e nipit të saj. Një ditë Luc u kthye papritur në Honfleur. Ishte i zbehtë, i tronditur. Teta, dua ta dëgjoj nga goja jote, i tha. Është e vërtet. Ajo heshti për disa sekonda dhe pastaj u përgjigj me zë të qetë. Po, është e vërtet. Luc u ngrit menjëherë. Ai ishte miku im. Ti ishe nëna ime e dytë. E di, Luc, dhe më vjen keq. Keq. Ti e di çfarë po thon njerëzit për mua. Se kam një teze që e ka dashnor mikun tim. Se kam jetuar me turp. Fjalët i ranë sigur në shpirt. Ajo donte t'i shpjegonte që dashuria s'pyet për mosh, për rregulla, për etik. Por çdo fjalë do ta bënte më keq. Luciku, duke lënë derën hapur pas vetes. Ai nuk u kthye më për javë të tëra. Ndërkohë, Antoine mundohej ta mbante gjallë atë që kishin. Ai i dërgonte letra, fotografi, fragmente nga libra që lexonte. Një mbrëmje, ai i la një letër në verandë. Nëse do të ndalosh së më dashuruari për hir të botës, do të kuptoj. Por dije. Unë do të dashuroj gjithsesi, edhe kur të më harrosh. Ajo qau gjithë natën, në mëngjes u ngrit, veshi një fustan blu, doli nga shtëpia dhe shkoi drejt tij. Ai ishte ulur në një kafe në pranë portit, me një blok vizatimesh në dorë. Kur e pa, u ngrit në këmbë, si fëmijë që shem rekullin. S'mund të harroj, i tha ajo. Edhe pse çdo ditë e dua më pak veten për këtë. Ata kaluan orë të tëra bashk, duke ecur buzë detit, duke mos folur shumë. Por ajo e dinte që ishte hera e fundit.
Kur dielli u ul, ajo i tha but: "Antoine, më duhet të të lë." Ai buzëqeshi, por sytë e tij u mbushën me lot. "Nëse më lëz do të jem më ai që jam. Ndoshta duhet të bëhesh dikush tjetër," i tha ajo. "Unë s'dua që jeta jote të mbetet pengi një dashurie të ndaluar." Ai u përkul dhe e puthi në ball. Ishte një puthje dhimbshme, e qetë, e fundit. Muaj që pasuan ishin të zymt për Lisen. Ajo rinte mbyllur në shtëpi, lexonte, pinte çaj dhe shikonte nga dritarja. Fjalët e njerëzve u shuan me kohën, por plaga që la turpi nuk u mbyll kurrë. Një mëngjes, mori një letër pa adresë dërguesi. Ishte nga Antoine. "Lise, nuk ka kaluar ditë që të mos të kem menduar. Kam vendosur të largohem nga Franca. Po shkoj në Island të fotografoj dritat e veriut. Ndoshta për të gjetur një dritë që më mungon prej teje. Mos u ndije në faj. Ti më dhe kuptimin që kërkoja. Dhe nëse ndonjëherë ndjen erën e detit dhe sheh qiellin që ndizet me dritë, mendo se jam atje, duke të dashur ende." Ajo mbajti letrën në duar për orë të tëra, e lagur me lot. Më në fund, u ngrit dhe doli jashtë. Për herë të parë pas shumë muajsh, hapi derën e shtëpisë pa frikë. Në rrugë, disa e pam me habi, disa me keqardhje, disa me urrejtje të ftohtë. Por ajo eci me kokën lartë, sepse ndonse e dinte që bota se do dashurin kur ajo thyen rregullat, e dinte edhe diçka tjetër. Ajo dashuri ishte vetmja që i kishte dhënë ndjenjen e vërtetë të gjallërisë. Një vit më vonë, në një ekspozitë të vogël fotografish në Paris, dikush i tregoi një tablo me titullin La Lumière de Lise, drita e Lises. Ishte fotografia që Antoine i kishte bërë asaj në verandë, kur ajo po lexonte. Nën të kishte një dedikim të vogël. "Ajo më mësoi se mosha nuk ma dashurin, por guximin për ta ndjerë." Ajo e preku me dorë, syti u mbushën me dritë, dhe për herë të parë pas shumë kohësh buzëqeshi me paqe. Ndoshta bota se kishte kuptuar, por ai e kishte. Dhe për të mjaftonte kjo, në mbrëmje ndërsa era frynte lehtë nga sena, ajo e kuptoi se dashuria e saj nuk ishte qenë një gabim. Ishte thjesht një formë tjetër e mrekullisë, një që vetëm shpirtrat e lodhur nga jeta arrin ta njohin. Kan kaluar 3 vjet që nga ajo ditë kur Lise pa për herë të fundit Antoine në portin e Honfleurit. Jetën e saj e kishte kthyer në një rutinë të qetë të heshtur. Mëngjeset i kalonte duke lexuar, pasdite duke shëtitur prandetit dhe mbrëmjet me kujtimet. Qyteti ishte lodhur së foluri për të, dhe jeta kishte vazhduar si gjithmonë. Por ajo e dinte se një pjesë e saj kishte mbetur për gjithmonë atje. Në atë puthje të fundit, në atë verë të paharrueshme kur kishte guxuar të ndjente sërish, Luc, nipi i saj, kishte filluar t'i afrohej pak nga pak. Një ditë i solli një kafe dhe i tha: "Të kam gjykuar keq, teta. S'kisha kuptuar që edhe ju kishit të drejtë të ndiheshit gjallë." Ajo i buzëqeshi me sy të lagur. "Të kuptosh dashurin, Luc, është të mos e gjykosh asnjëherë." Një mbrëmje dimri, ndërsa Debora binte lehtë mbi dritaren e verandës, një zarf ula tek porta. Ishte i bardhë, me shkrimin e njohur të Antoine, i duart i dridheshin ndërsa e hapi. Brenda kishte një letër dhe një fotografi. Në fotografi ishte një peizazh mahnitës islandez. Dritat e veriut që vallëzonin mbi një liçen të ngrirë. Në qendër një figurë e vogël mashkullore me aparat në dorë. Në cep të pasmë një shënim i shkurtër. "Për Lise, që më mësoi si të shoh dritën edhe në errësirë." Ajo nisi të lexonte letrën. "E dashur Lise, këtu në Island, nata zgjat me orë të gjata, por dritat e veriut janë si shpirtra që vallëzojnë mbi qiellin e akullt. Kam udhëtuar shumë, kam fotografuar fytyra, det, qytete të huaja, por asgjë s'më ka prekur si drita e atyre syve të tu, jam sëmur, Lise. Doktorët më thonë se nuk do të kem shumë kohë. Nuk dua të më pikëllosh, dua vetëm të dish se çdo ditë që jetova pas teje ishte një ditë më e plotë se gjithë vitet që pata më parë. Nëse drita ime shuhet, dua që të mendosh se ajo vetëm ndryshon formë, se një pjesë e saj do të ndriçojë mbi shtëpinë tënde, mbi trëndafilat që dikur ju isje me aq kujdes. Ti nuk ishe një gabim, Lise. Ti ishe arsyeja pse kuptova kuptimin e vërtetë të dashurisë. Nëse një ditë do të ndihesh aromën e detit të ftohtë dhe erën që të prek faqen, dije se jam aty për gjithmonë, Antoine." Ajo mbajti letrën në duar, pa folur për një kohë të gjatë. Jashtë binte borë dhe shtëpia duke më heshtur se kurrë. Por në shpirtin e saj ndodhi diçka e çuditshme. Nuk ndjeu as dhimbje, as trishtim, ndjeu paqe. Një paqe që vinte nga një ndjenje përmbushjes, si të kishte jetuar diçka të madhe, të vërtetë, të pastër ditët në vijim. Ajo filloi të dilte sërish në verandë, me kafen e mëngjesit dhe letrën e Antoineit pranë. Shpesh fliste me të, me zë të ulët, si të ishte ende aty. Dritat e veriut, Antoine i pash në ëndër mbrëm. Një mbrëmje, teksa dielli perëndonte, një dritë e gjelbër e çuditshme u shfaq për disa sekonda në horizontin e detit, një reflektim i rrallë që ndodh vetëm kur rrezet e fundit përplasen në ujë. Ajo u ngrit në këmbë dhe buzëqeshi.
e ndjej që i aty, përshpëriti. Në atë qast, fryma e detit i përplasi flokët e argjend pas, dhe ajo ndjeu një prekje të ngrohtë në faqe, sikur dikush ta kishte përqafuar me erë. Ajo mbylli sytë dhe u ndje lehtë, e qetë, e dashurua. Jo më me trupin, por me kujtimin. Vitet kaluan dhe në shtëpinë e saj u gjetën shumë fotografi. Portrete të trëndafilave, të detit, të një dritë që binte mbi një libër të hapur. Në mesin e tyre, një letër e saj që askush nuk e kishte lexuar më parë. Në fund, njerëzit do të më kujtojnë si gruan që u dashurua me një djalë shumë më të ri. Por unë dua që të më kujtojnë si gruan që nuk pati frikë ta ndjente dashurinë, edhe kur ajo vinte e pamundur. Sepse dashuria nuk është turp, as mosh, as mëkat. Është drita që mbetet edhe kur ne shuhemi. Në varrin e saj të thjesht, vite më vonë, dikush la një fotografi me dritat e veriut. Në prapasken ishte një shkrim i vogël, me dorë të njohur. Për gruan që më mësoi të dashuroj përtej kohës. Askush nuk e dinte kush e la atë foto. Por era që vinte nga deti atë mëngjes dukej si një përshpëritje e butë që sillte me vete frymën e Antoineit.